Afrika po qahet. Në vitin 2025, shkencëtarët e panë këtë proces në kohë reale, teksa toka në Etiopi u hap, duke krijuar qarje aq të mëdha sa për të përpirë rrugë dhe për të tronditur fshatra të tëra. Kjo nuk është një histori e së kaluarës. Ajo po ndodh tani, nën këmbët e njerëzve, në një nga mjediset më të nxehta dhe më të pamëshirshme në tokë. Çfarë po e shkakton këtë? Një forcë e fshehur thellë nën korren e tokës që pulson lart si rrahje zemre. Goditjet e saj janë regjistruar në të dhënat sismike të mbledhura vetëm këtë vit. Nëse ndonjëherë keni pyetur veten se si duket momenti kur një kontinent fillon të ndahet, ky është ai moment. Për ta kuptuar, duhet të shkojmë në Afrikën Lindore. Ky është rajoni i Afarit, një pejzazh që duket pothuajse jashtë kësaj bote. Temperaturat këtu mund të ngjiten mbi 45 gradë Celsius. Toka valzon nga nxehtësia dhe fusha të pafundme kripe shtrihen drejt horizontit. Në distancë, vulkanet dominojnë vijën e qiellit, disa aktiv, të tjerë prej kohësh të heshtur, por të shënuar nga shpërthime të lashta. Në zemër të këtij rajoni ndodhet erta Ale, një liçen llave që diqet pa ndërprerje prej dekadash. Sipërfaqja e tij nuk qetësohet kurrë. Shtresa shkëmbi formohen dhe coptohen vazhdimisht. Është një pamje njëkohësisht madhështore dhe frikësuese. Pak vende në tokë na afrojnë kaq shumë me brendësinë e gjallë të planetit. Gjeologët e quajnë këtë zonë një nyje të trefisht, ku takohen tre pllaka tektonike: afrikane, somaleze dhe arabe. Tre masa gjigande që po tërhiqen larg njëra tjetrës në të njëjtën kohë. Nën sipërfaqe, nxehtësia që ngrihet nga manteli e dobëson korren, ndërsa qarjet të lashta krijojnë pika të gatshme thyerje. Së bashku, këto forca e kanë bërë Afarin një nga rajonet më të paqëndrueshme në planet. Imagjinoni një tavolinë druri të gërvishtur dhe të qarë. Shtypeni mjaftueshëm fort dhe ajo do të qahet pikërisht përgjatë atyre dobësive. Kjo është ajo që po ndodh këtu, vetëm se në vend të drurit po coptohen blloqet të tëra kontinenti. Afari është një laborator i gjallë, ku mund të shohim në kohë reale se si fillon ndarja e kontinenteve. Por si funksionon ky proces? Sekreti qëndron te tektonika e pllakave. Pllakat e korës së tokës lëvizin vetëm disa centimetra në vit, por gjatë miliona viteve. Kjo lëvizje ngadalë triformëson kontinente të tëra. Në Afar, toka nuk po hapet ngadalë. Ajo është në tension, e tërhequr në disa drejtime njëherësh. Si brumi shtrirë tepër, korja hollohet, qahet dhe më në fund ndahet. Ripi i qarjes së Afrikës Lindore ka dy degë kryesore. Krahu lindor kalon përmes Etiopisë dhe Kenjas, ndërsa krahu perëndimor ndjek liçene si Tanganyika dhe Malawi. Disa segmente thyen me tërmete të forta, të tjera nxjerrin lavë më qetësisht. Së bashku, ato formojnë një plagë që zgjatet çdo vit. Kur stresi grumbullohet shumë shpejt, ai çlirohet papritur, dhe kjo na çon në vitin 2005. Një seri tërmetesh tronditi Afarin, e ndjekur nga një gjëmim i thellë. Pastaj, toka u hap. Brenda më pak se 2 javësh, u krijua një qarje gati 60 kilometra e gjatë. Rrugët u shembën, toka u nda dhe gjithçka ndodhi pothuajse brenda natës. Nën tokë, një digë magme u detyrua lart, duke u futur mes pllakave dhe duke e zgjuar qarjen deri në 8 metra në disa vende. Për shkencëtarët, ishte prova e qartë se Afrika po ndahej realisht. Për banorët lokal, ishte një paralajmërim i frikshëm. Por kjo qarje ishte vetëm një shenjë e një force më të thellë. Në thellësitë e tokës, një rrejtë gjigante nxehtësie dhe materiali të shkrirë po ngrihet prej 10 miliona vitesh. Kjo re nuk ngrihet vazhdimisht, ajo pulson, presioni grumbullohet dhe pastaj çlirohet, duke dërguar valë nxehtësie dhe magme drejt sipërfaqes. Çdo puls e fryn korren, e çan dhe ndonjëherë e copton, siç ndodhi në vitin 2005. Dëshmitë janë të qarta.
Tomografia sismike tregon shkëm më të nxehtë dhe më të butë nën afar. Kimia e lavës tregon se materiali vjen nga thellësi ekstreme. Satelitët matin tokën që largohet me milimetra çdo vit, sikur sipërfaqja të jetë duke marrë frym. Mesazhi është i qartë. Afari është skaji i dukshëm i një motori të fuqishëm nëntokësor, që po riformson një kontinent të tërë. Por çfarë do të thotë kjo në sipërfaqe? Vulkane, qarje dhe toka që dridhet nën këmbët tona. Në afar, shenjat janë kudo. Vulkanet ngrihen nga dyshemeja e shkëtëtirës. Disa nxjerrin re avulli, ndërsa të tjerë qëndrojnë të heshtur, të mbuluar nga lava e zeze freskët që ka rrjedhur vetëm dekada ose shekuj më parë. Çdo cep, çdo krater dhe çdo fushë lave është një shenjë e rrahjeve të thella që po çajnë drejt sipërfaqes. Pastaj janë veç shkëmbind. Gjeologët mbledhin copëza lave të ftohur, shtufë dhe hi vulkanik. Brenda tyre gjenden minerale që veprojnë si kapsula kohe, duke ruajtur presionin, temperaturën dhe thellësinë ku u formua magma. Analizimi i tyre është si të lexosh ditarin e brendshëm të tokës, dhe ajo që tregojnë përputhet saktësisht me atë që sinjalizojnë skanimet sismike poshtë. Edhe vetë toka është e shqetësuar. Rrjetë sismometrash regjistrojnë qindra tërmete të vegjël çdo vit. Shumica janë tepër të dobët për t'u ndirë nga njerëzit, por së bashku tregojnë sharjen dhe zhvendosjen e vazhdueshme të kores. Krahas kësaj, po ndodh edhe një riformësim i ngadaltë i peizazhit. Pajisje GPS-it të fiksuara në shkëm të fortë tregojnë se qarja po zgjerohet me disa milimetra në vit. Kjo mund të duket e papërfillshme, por gjatë shekujve mjefton për të ndarë lugina, për të anuar liçene dhe për të ndryshuar tërësisht peizazhe. Edhe imazhet satelitore tregojnë se afari po ulet gradualisht, sikur toka po hapet me forcë nga poshtë. Të gjitha këto prova tregojnë të njëjtën histori. Pulset që ngrihen nga manteli i thellë po lënë gjurmë në sipërfaqe. Vulkanet shënojnë daljet, shkëmbind ruajnë përbërjen, tërmetet përshpritin stresin që po grumbullohet poshtë. Por nëse toka vazhdon të shtrihet, nëse luginat vazhdojnë të ulen, çfarë ndodh kur qarjet më në fund arrin në det? Në një moment, toka në afar do të ulet mjaftueshëm që uji të vërshojë brenda. Deti i kuq ose edhe gjirja denit do të përmbytin luginën e qarjes, duke krijuar një basen të ri oqeanik. Imagjinoni të qëndroni aty ku sot shtrihet shkëtëtira dhe të shihni dallgë që përplasen, duke formuar një vijë bregdetare krejtësisht të re. Gjeologët besojnë se kjo është e ardhmja e Afrikës. Kontinenti do të ndahet, nga njëra anë pjesa më e madhe e Afrikës. Nga ana tjetër, një masë re toksore që do të mbajë pjesë të Etiopisë, Somalisë dhe Bririt të Afrikës. Midis tyre, një oqean i ri që do të zgjerohet ngadalë vit pas viti. Koha është pjesa më e vështirë për tu parashikuar. Disa modele sugjerojnë 10 mijëra vite, të tjera flasin për qindra mijëra, por në shkallë gjeologjike, kjo është sa një rrahje syri. Por nëse qarja e vitit 2005 na mësoi diçka, është se ky proces nuk ecën gjithmonë ngadalë. Ndonjëherë, ndryshimi vjen me hapa të menjëhershëm. Këtë e kemi parë edhe më parë. Oqeani Atlantik filloi si një qarje e tillë, kur Amerika e Jugut u shkëput nga Afrika. Ajo që dikur ishte tokë e thatë u qa, u fundos dhe më pas u përmbyt, duke u shndërruar në oqeanin që njohim sot. Një ditë, hartat e së ardhmes mund të tregojnë një gjip blu aty ku sot ka shkëtëtirë, duke ndryshuar rrugë tregtare, ekosisteme dhe madje edhe klimën. Mund të tingëllojë larg, por ndarja e Afrikës është një kapitull i historisë së vazhdueshme të tokës. Por pse ka rëndësi kjo për te Afrikës? Sepse forcat që po e coptojnë afarin nuk ndalen tek kufijt. Kur qarjet lëvizin, ato gjenerojnë tërmete që mund të shkatrojnë komunitete të tëra. Kur vulkanet shpërthejnë, ato hedhin hi dhe gaze në atmosferë, duke ndikuar trafikun ajror dhe madje klimën globale. Një shpërthim i madh në Afrikën lindore mund të ulë temperaturat globale për muaj të tërë. Pastaj,
është dimensioni njerëzor. Miliona njerëz jetojnë përgjatë këtij sistemi qarje. Tokat bujqësore, shtëpitë dhe burimet e ujit varen nga një tokë që nuk është as pak e qëndrueshme. Kur një qarje hapet në mes të një rruge apo fshati, ajo bëhet një kërcënimi drejt për drejt për jetën e përditshme. Megjithatë, brenda rrezikut fshihen edhe mundësi. Zonat e qarjes janë të pasura me energji gjeotermale, një burim i pastër dhe i fuqishëm që vjen drejt për drejt nga nxehtësia e tokës. Kuptimi i këtij sistemi mund të ndihmojë vendet e Afrikës Lindore ta shfrytëzojnë këtë energji në mënyrë të sigurt. Sado unik të duket afari, ai është vetëm një kapitull në një libër shumë më të madh. Toka po qahet edhe në vende të tjera. Në Island, për shembull, kurrizi mid-atlantik kalon përmes ishullit, aty ku pllakat e Amerikës së Veriut dhe Euroazis po largohen nga njëra tjetra. Në disa vende mund të ecësh mes dy kontinenteve. Edhe në perëndim të Shteteve të Bashkuara, toka po shtrihet, dhe disa gjeologë besojnë se një ditë ujërat e gjirit të Kalifornisë mund të depërtojnë më në veri, duke krijuar një tjetër basen oqeanik. Në këtë këndvështrim, afari nuk është një kuriozitet i izoluar, është pjesë e një cikli që ka formsuar planetin për miliarda vite. Kontinente që bashkohen, ndahen, lëvizin dhe përplasen sërish. Afari është thjesht një nga vendet e rralla, ku mund ta shohim këtë cikël teksa ndodh. Qarje që hapen, vulkane që shpërthejnë, lugina që fundosen, hapa të vegjël në një proces që një ditë do të ridizenjojë hartën e botës. Për ne, me një gjatësi të matur në dekada, është e lehtë të harrojmë sa shpejt lëviz planeti në orën e tij. 1000 vjet për ne është histori e lashtë, për tokën është vetëm një rrahje zemre. Abonohuni në këtë kanal për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.